Atëherë ushtrimi thot në një tretësirë 0.3 molar të acidit HX, shkalla e shpërbashkimit është 27%. Na kërkon konstantën e shpërbashkimit të këtij acidi. Pra kuptojmë që kemi të bëjmë me një elektrolit të dobët, në rastin tonë me një acid të dobët. Duke patur parasysh që ne kemi të dhënë përshëndrimin e acidit 0.3 molar. Kemi të dhënë edhe alfën 27%. Nga përkufizimi i alfës, që është grada e shpërbashkimit, që na jep raportin e përshëndrimeve të joneve hidrogjen ndaj përshëndrimin e acidit herë 100%, ne gjejmë përshëndrimin e jonit hidrogjen. Alfa që shumëson përshëndrimin e acidit pjesëtuar për 100%. Atëherë 27% herë 0.3 ndaj 100%. Bëjmë veprimin edhe nga kjo marrim përshëndrimin e jonit hidrogjen. 0.081 molar. Tani bëjmë shpërbashkimin e acidit në jonet hidrogjen dhe jonet X-. Atëherë ne dimë që acidi shpërbashkohet pjesërisht, pra 27%. Atëherë bëjmë fillimin, ndryshimin edhe ekuilibrin. Në fillim kemi përshëndrimin e acidit 0.3 molar, nuk kemi pranit të joneve hidrogjen dhe anionit X-. Gjatë ndryshimit ne morëm që përshëndrimi i jonit hidrogjen do bëhet 0.081, pra do harxohet minus 0.081 nga acidi dhe do prodhohet përkatësisht 0.081 për secilin prej joneve. Gjejmë gjendjen e ekuilibrit. Dhe gjejmë konstantën e aciditetit, që është raporti përshëndrimeve të joneve të shpërbashkuara ndaj përshëndrimin e acidit. Kjo për gjendjen e ekuilibrit. Gjithashtu poshtë edhe mund ta kishet lënë 0.3, pasi ndryshimi është i vogël. E 0.02 na del konstantja e aciditetit. Tek pika B na kërkon pH-n e kësaj tretësire, duke qenë se ne gjetëm përshëndrimin e jonit hidrogjen, atëherë pH-n e kemi minus llogaritmin e përshëndrimit jonit hidrogjen. Minus llogaritmin e 0.081 molar. Dhe pH-n na del 1.1.